Ndërkohë Keti, sot në gjykatën e lartë shqyrtohet rekursi për dosjen Babale për ish deputetin Ervin Saljani, do të ketë një vendim? Po, pritet në fakt të ketë një vendim nëse trupa gjykuese e gjykatës së lartë do ta shqyrtojë, do të marrë një vendim ditën e sotme. Është një seancë e cila po zhvillohet në dhomë këshillimi, pra dhe pritet që gjykata e lartë të dalë me një vendimmarrje nëse do të lërë në fuqi vendimin që është dhënë nga gjykata e apelit që e dënoi Ervin Saljanin me 1 vit burg dhe aktualisht ai po e vuan në burgun e Fierit, apo do kemi një vendimmarrje tjetër. Pra ditën e sotme kjo seancë është parashikuar të niste në dhomë këshillimi në orën 10 të paradites dhe më pas pritet në fakt të kemi dhe një vendimmarrje nëse gjykata e lartë do ta jap ditën e sotme. Është një seancë që mund të zgjasë në fakt edhe në këtë gjykatë, por palët nuk janë të pranishme, bëhet në bazë dokumentash.